menoj që Driloni ka me vazhdu akoma, do më thonë, rrugë ligjore. Nuk e besoj që ka me pas sukses, po ai e bën këto vetëm për shkak që edhe me mbet faktor në industrinë e showbizit, sepse nuk ka diçka tjetër shumë për me dhonë, për me qenë elemente dhe për me qenë një emër që diskutohet rreth tij. E kemi pa, mu për shembull më ka pengu shumë, jashtëzakonisht shumë një deklaratë e tij kur ke finalja e Big Brother VIP Albania dhe i dëshiroj shumë fitore Gjestit. Edhe unë më kam fitu si kupto që me mu s'ka mujt më shty në Kosovë, po për atje fitu si është Gjesti. Do me thonë, i ka ndryshu paka shumë edhe mënyrën e raportit me do edhe mënyrën e komentimit rreth Gjestit, vetëm për shkak që Gjesti ka qenë fenomen, diçka që Driloni nuk ka mujt me qenë kurrë edhe pse ka marrë vendin e parë. Edhe krejt këto e ka bu për shkak të marketingut, për shkak që më u diskutu për të, për me qenë do me thonë non-stop in në showbiz. Kështu që menoj që edhe me Gjenetën besoj që i kam vënë Drilonit për me vazhdu akoma ma shumë se Gjenetës nuk e menoj. Sepse Gjeneta veç është një emër që po ndjekët shumë, është po ashtu edhe e angazhume në botën e televizionit, ka goxha shumë edhe bashkëpunime sa po e shoh në media sociale, kështu që gjithë kjo lloj tragjedie është veç në favor Drilonit.